informacione se si ka ardhe të zjarrin në banesën të nuk kemi, do jemi në pritje të rezultateve që i japin hetus policor, sepse kjo është çështje e policisë. Ndërtesa e banimit social është ndërtuar në bashkëpunim nga Komuna dhe Ministria e Mirëqenies Sociale dhe është e pranuar teknikisht, do thotë që përfshihet edhe pjesa e rrymës në atë ndërtesë. Realisht me kërkesën e juaj për të deklaruar rreth kësaj çështje isha në drejtorinë përkatëse të shërbimeve publike dhe verifikuam nëse ekzistojnë ose janë deponuar ankesa nga ana qytetarëve për rrymën ose diçka tjetër që ka të bëjë me ndërtesën. Në fakt nuk është regjistruar asnjë ankesë nga ana qytetarëve në drejtorinë e shërbimeve publike për çështje të rrymës apo ndonjë problematik tjetër, të rrymës së ujit të tjerë. Nëse keci është sjell keq, sigurisht që është shqetësuese sjellja e punëtorëve të kecit, por siç e thash, ne nuk e kemi atë informacion, as nuk kemi të deponuar ankesa nga ana qytetarëve. Lidhur me sjelljen e punëtorëve të kecit, sigurisht që duhet të drejtoni kompanisë KEC, e cila menaxhon me distribuimin e rrymës në Kosovë, por komuna është me banorët, sigurisht dënon çdo sjellje të pahishme, të pamatur nga ana qoftë e kecit apo cilës do kompani tjetër e cila kryen shërbime, por po kthehem prap, nuk kemi të deponuara ankesa direkte nga ana e banorëve lidhur me problematikën e rrymës që eventualisht mund të jetë aty. Tash është e kuptueshme që banorët pak flasin edhe nga frika, është shumë e kuptueshme dhe kanë shumë të drejtë për shkak të ngjarjes që ka ndodhur, por që ne në fakt nuk e dim shkaktarin e zjarrit aty. Por banorët janë të traumatizuar, nëse mund të them, edhe flasin, kanë frikë, edhe është shumë normale. Sepse në momentin që ne marrim një ankesë të caktuar, ne i drejtohemi kompanisë përkatëse, qoftë për rrymë, qoftë për ujë, qoftë për kanalizim e tjerë, për çdo gjë që ata ankohen, ne i drejtohemi kompanisë e cila është e obliguar të ofrojë atë shërbim. Ose nëse duhet të intervenojë direkt komuna, intervenon komuna. Çështja e intervenimit prej momentit kur e kanë marrë njoftimin ka qenë çështje minutash. Shumë pak minuta, edhe distanca është shumë e afërt. Edhe nëse thuhet 40 minuta, edhe kom shkon më shpejt prej vendit ku është. Edhe pse zjarrfiksat kanë mund me qenë në një intervenim tjetër ndoshta, por dje zjarrfiksit kanë intervenuar në momentin që e kanë marrë njoftimin. Njëjtë kanë intervenuar edhe ekipet e emergjencës në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare këtu. Edhe ne si drejtoria e emergjencave në komunë dhe gjithë zyrtarë tjerë proces, kemi shkuar me njëherë në vendin e ngjarjes në momentin që kemi marrë informacionin. Por, rezultati autopsisë që është bërë viktimave e tregon qartë momentin kur ka ndodhur rasti, sa kohë kanë qëndruar e tjerë janë çështje të organeve të rënda të cilët i sharojnë. Në rastin konkret, edhe nëse ka pasur vonesë, janë organe të rënda të cilët merren me rastin edhe do të sqarohet çdo gjë. Përfshin edhe nëse eventualisht ka pasur vonesë. Ne çdo ditë përballemi me ta, çdo ditë i takojmë. Sepse kemi atë punë. Drejtoria përkatëse ka atë punë. Por nuk kemi pas. Nuk do thotë që nuk ka, mund të ketë ankesa, mund të jetë krejt e vërtetë ajo çfarë ata banorët thonë. Por zyrtarisht me shkrim nuk kemi asnjë ankesë të deponuar nga ana e banorëve. Edhe këtu pastaj qëndron problemi në raport me deklarimet publike që i bën edhe me realitetin që është. Tash janë të traumatizuar, është krejt e kuptueshme edhe ne i mirë kuptojmë absolutisht. Sigurisht e marrim edhe përgjegjësi për çdo lloj defekti që ka aty. Edhe tani, pasi dalin rezultatet lidhur me ngjarjen, se kush ka qenë shkaktari, nëse ka qenë rryma, sigurisht që ne kërkojmë përgjegjësi prej kujdo, duke filluar nga instaluesi i rrjetit të energjisë elektrike në objekt gjatë ndërtimit e deri te furnizimi me rrymë që e bën keci. Përgjegjësia kërkohet, edhe nëse nuk e bën komuna, e bën organet e rendit.